Përderisa Brunei është një vend islam, ne i ndajmë po ashtu edhe vlerat me qenë se shumicën e popullsisë e kemi në atë orientim. Flasim pak impaktin e Bruneit tek vendet e tjera islame që nuk e ka njohur ende vendin tonë. Mund të ketë një raport të këtillë? Është vërtet, në vitin 2018 ne kemi pas, domethënë në 2016-18 unë personalisht kem ftu ambasadorin e Bruneit që ka qenë në Gjenev, ku e kemi ftu 2 herë në Kosovë ka qenë, edhe ka pas një takim me muftiun e Republikës Kosovës, domethënë Naim Tenava, dhe aty ka kërku muftiu që të bëhet një vizitë nga vetë muftiu për këtë temë dhe ai ka qenë i gatshëm, po gjithashtu edhe nga institucioni bashkësallam ende deri me tani duke qenë se janë të nxënë me punë kështu me radhë, po në shoh që kjo është prioritare, edhe aspekti i zhvillimit në Kosovë, po edhe njëja pavarësisht sepse mbreti i Bruneit thamë edhe më herët që është një njeri që ka respekt, domethënë gëzon autoritetin në shumë vende të botës arabe dhe islame, dhe për këtë rast të fundit kemi pas kur vetë ambasadori ma ka mundësu që ta thënë një, si them, një rregull protokolar duke më